Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut premton vendosjen e energjisë si një prioritet kombëtar dhe strategji shtetërore. Si dikush që vjen nga sektori i energjisë, di shumë mirë se sa e rëndësishme është ajo ndjen e lëvizjes së vazhduesme e ndryshimit dhe përgjegjësisë. Kjo është arsyeja pse energjia vendoset lart në agjendën shtetërore, jo si një çështje teknike, por si një prioritet kombëtar dhe strategji shtetërore, tha Istria Mickoski. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut nënvizoi se turbulenca globale na kujton se pavarësia energjetike është një kusht për lirinë ekonomike. Më 31 tetor në gjykatën kushtetuese do të mbahet seanca për të shqyrtuar 2 kërkesa tankimore të Erion Veliajt. Në të do të shqyrtohet ankesa për shfuqizimin e dekretit për zgjedhjet në Tiranë, ashtu sikurse edhe për shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Gjykata kushtetuese njoftoi zyrtarisht Veliajin për seancën në fjalë. Pas shprehjes së pëlqimit të tij për qenë i pranishëm, gjykata njoftoi edhe prokurorinë e posaçme për këtë pjesëmarrje. Njoftoi edhe drejtoria e përgjithshme e burgjeve duke vënë dini për datën dhe orën e zhvillimit të seancës plenare publike, si dhe marrjen e masave për shoqërimin e Erion Veliajt. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dërguar pas hekurave 6 të pandehur për ndikim të palishëm dhe shpërdorim detyre. Konkretisht SPAK dërgoi për gjykim Musa Gjikolin, Klodian Muçën, Sokol Mashën, Erion Danin, Emiliano Roçin dhe Wilson Roçin. Të pandehurit akuzohen për konsumimin e elementeve të veprës penale, ushtrimin ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe për të pandehurin Erion Dani shpërdorimin e detyrës. Sipas SPAK, gjatë vitit 2020 të pandehurit janë përfshirë në 3 episodet veçanta ku kanë kërkuar dhe përfituar shuma monetare që varionin nga 4.000 deri në 7.500 euro me pretendime se kishin aftësinë për të ushtruar ndikim të palishëm ndaj funksionarëve të drejtësisë me qëllim ndikimin në masa sigurimi personal dhe favorizim në dhënie dënimi ndaj disa të arrestuarve. Krahas asaj është provuar se i pandehuri Erion Dani, kur ishte në detyrën e zëvendës shefit të komisariatit dhe shef për krimet në komisariatin numër 3 në Tiranë, ka shpërndar tek persona të tretë dhëna të siguruara nga sistemi TIMS. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për media sulmoi drejtuesin e strukturës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumanin. Një ditë pas raportimit në kuvent, Berisha tha se Dumani u shndrua në amnestues të krimit të njohur ndërkombëtarisht elektoral. Sipas Berishës, për Dumanin, parimet janë vetëm statuti i Partisë Socialiste dhe lufta e egër ndaj opozitës dhe pluralizmit. Berisha tha se në fjalën e tij në kuvent nuk u mor me qëndrimet e tij antikushtetuese, antiligjore, hakmarrëse dhe primitive ndaj tij, por me shkelmimin që ai u bën interesave të qytetarëve. Një burim nga prokuroria më ka thënë sonte në lidhje me një çështje në proces. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me dosjen e shtetasit Kreshnik Faruku nga Manza, Durrës, mik e bashkëpunëtor me Artur Sheun dhe tani me Xhevdet Troplinin, Pojen, edhe Elvis Doçin, Visin e Pojes. Sipas Berishës, Dumani lexonte në kuvent gazeta, lexonte shkrimet e zëdhënësit të vet të porositura dhe të blera. Bota. Giganti rus i naftës Lukoil ka njoftuar se do të shesë asetet e tij ndërkombëtare pasi Washingtoni njoftoi sanksione kundër tij dhe kompanisë si motor Rosneft për shkak të vendosjes së masave kufizuese kundër kompanisë dhe degëve të saj në disa shtete. Kompania njofton qëllimin për të shitur asetet ndërkombëtare, tha Lukoil, duke shtuar se ka filluar procesi i tenderimit. Rosneft dhe Lukoil përbëjnë 55% të prodhimit të naftës në Rusi. SBA vendosi sanksionin ndaj tyre me qëllimin e qartë për të bllokuar të ardhurat e Rusisë dhe për ta dërguar për të negociuar një armë pushim në Ukrainë. Presidenti lituanes Gitanas Nauseda tha se vendi i tij nuk do të tolerojë shkelje të përsëritura të hapësirës ajrore. Ai deklaroi se ushtria është gati për të rrëzuar çdo balon tjetër. Komentet e tij vijnë pasi aeroporti i Vilniusit u detyrua të pezullojë operacionet e tij 4 herë javën e kaluar pasi në afërsitë të hapësirës ajrore u raportuan balona kontrabande që besohet se janë lëshuar nga Bielorusia duke shkaktuar shqetësime për sigurinë e operacioneve ajrore, shkruan The Guardians. Nauseda këmbguli se balonat u përdorën për një sulm hibrid kundër Lituanisë si një veprim i qëllimshëm që synonte destabilizimin e situatës në vend. Presidenti lituanes nuk përjashtoi masa të mëtejshme kundër Bielorusisë, duke përfshirë kufizimet e mundshme në tranzitin e kurrëdor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.